أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm me falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Aq sa më shumë ne e falënderojmë Allahun për të mirat e tija, aq më tepër Allahu na i shton ato. Andaj falënderimet tona ndaj Allahut xhelal duhet të jenë vazhdimisht të pranishme, fillimisht në mendjen tonë, në zemrën tonë, në gojën tonë, pastaj edhe në veprimet e gjymtyrëve tona. Atëherë falënderimi jonë është i plot dhe është garancë që dhuntit e Allahut xhelal të vazhdojnë të na vinë me bollok. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut xhelal, i cili është një, pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulos vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastra të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë na me shëtitjet tona në rrëfimet kuranore, stacion pas stacioni, shqyrtim pas shqyrtimi. Allah është përbleft. Mësim pas mësimi, me të vetëm dëshirë që ne të kalim disa qaste në shoqëritë e fjalës së Allahut xhelal Kur'anin fisnik, pastaj të shoqërojmë disa qaste dhe momente njerëzit më të mirë në fytyrën e tokës, ata janë pejgamberët e Allahut. E pastaj të shohim disa sekuenca filmike nga ballafaqimet e pejgamberëve me popujt e tyre. Dhe të kuptojmë se rruga e thirrjes së njerëzve në monoteizëm i ka vështirësitë e veta, i ka peripecitë e veta, i ka pengesat e veta. Dhe se pejgamberët e Allahut xhelal edhe atëherë kur është rrezikuar jeta e tyre, ata nuk e kanë tradhtuar amanetin e tyre. Ata nuk janë dalë nga thirrja e popullit vet në besimin në Allahun ja. Ata nuk janë dorëzuar, ata nuk janë ligështuar, ata nuk ja kanë kthyer shpinën te amanetit. Dhe e shohim dhe kuptojmë se kufri, idhujtaria, të gjitha kohrat dhe të gjitha vendet dhe të gjitha popujt ka përdor metoda të ndryshme për me pengu thirrjen e pejgamberëve të Zotit, për me ndalë atë, për me e izolu atë, për me e marginalizu atë. Çka do që ka mrit për këtyre qëllimeve, ai ka një knasht. Nëse ka mujt me e mbyt, e kishte mbyt pejgamberin e Zotit. Me mujt me ndal hugjumin e daves, ja kishte ndal. Nëse s'mundet me mbyt, me vra, e as me ndal të rësisht, mjafton me izolu që ndikimi i tij të jetë në një rreth të ngushtë. E nëse ai e thën shtetërrëthimin, bojkotin, bllokadën, atëre me marginalizu atë. Mos velon që ndikimi i tij me qenë tek paria, tek ata që udhëheqin, po tjetë tek ata që janë të parëndësishëm në shoqëri. Ashtu sikurse në atë kohë, ashtu edhe sot e njëjta ndodh. Dhe andaj them vëllazër, këto mësime me të vërtet në origjinë janë mësime historike, ama realisht janë udhëzime dhe udhërëfime bashkëkohore që ndihmojnë besimtarin me pa shumë qartë rrugën e ballafaqimit të islamit me kufrin, rrugën e ballafaqimit të monoteizmit me idhujtarin, të vërtetës me të kotën, të mirës me të keqen,
të bukurës me të shëmtumen, të dobishmes me të dëmshme. Edhe kjo luftë, siç ka qenë e pranishme në ato kohëra, ka qenë e pranishme edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vazhduar deri më sot dhe ka me vazhduar deri në kiamet. Andaj ti je nxënës i kësaj shkolle, i shkollës ku flitet për rrëfimet kuranore për pejgambert e Allahut xhelal, është një nder, është një privilegj për gjithë na që jemi pjesë e këtij procesi, e këtij projekti, e këtij cikli ligjëratash e kësaj shkolle të madhe. Përfitimet janë marramense. Shumica prej nesh që vijnë sot të mësime nuk janë të vetëdijshëm për dobinë e madhe që i japin këto mësime. Henes, ku të fillon me i zbërthy në praktikat e përditshme të jetës së tij, sidomos nëse e ka krenarinë e Islamit, e ka guximin e davetit, e ka vullnetin dhe entuziazmin e shërbimit të kësaj feje, henes, kur të ballafaqohet me kufrin, me shirkun, me ignorancën, me xahilietin, henes do e kupton se çka do të thonë me të vërtetë me qenë i tharë i të vërtetës, me qenë i tharë i rrugës së pejgamberëve të Zotit. Se përndryshe, kur ti je bollok, kur ti je rahati, kur s'ki shtypje, kur s'ki presion, nuk mundesh ti me shiju këtë pozitë. Nuk mundesh me ndi veten se je i nderuar, je i privilegjuar, je i zgjedhur me bart flakadanin e tauhidit, edhe me te me zhduk errësirën e ignorancës. Dhe na edhe një herë e falenderojmë Allahun e Madhreshëm që ai neve na ka udhëzuar. E sikur të mos ishte udhëzimi i tij, askush prej neve s'do kishte më udhëzuar. Pastaj e falenderojmë Allahun që na ka dhënë dituri dhe na ka dhënë mundësinë me qenë në shërbim të fesë së tij. Nder dhe privilegj të cilin Allahu Dhul Xhelal ja ka dhënë veç burrave më të mirë. E ne të vetëdijshëm se nuk kemi në nivelin e tyre të mirësisë, të diturisë, të devotshmërisë, të sakrificës, edhe një herë më shumë e ndijmë veten nderuar të privilegjuar, që megjithëse jemi si ata burra të mëdhenj që kanë qenë para nesh, edhe ne mundohemi, përpiqemi me dhon mundin ton në çat rrugë, të njëjtën kauz për të njëjtat qëllime. Andaj, siç thoi Imam Shafiu rahimullahu taala, uhibbu as-salihina wa lastu minhum wa arju an anala bi hubbihim ash-shafa'a. I du burrat e mirë edhe pse jam si ata, po me këtë dashuri që kam për ata, shpresoj me fitu ndërmjesimin e tyre ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Edhe na, megjithëse nuk jemi si ata, na mjafton si shpërblim edhe si pozitë e lakmueshme dashuria e madhe dhe sinqert që kemi për ata burra. Pjesa e fundit ku arritëm me fol ishte një pjesë e ajetit kuranor ku Allahu Dhul Xhelal flet për një procesin e ndërtimit dhe zhvillimit të vendbanimeve. Të gjithë pushtetarët kur e marrin pushtetin japin premtime. Shumica e tyre në Ballkan premtimet i kanë elektorale. Dhe në momentin që përfundojnë zgjedhjet, procesi elektoral, harohen edhe premtimet. Krejt ato njerëzi që i sjellin nga jashtë, krejt ato libra që i shtypin për tregu projektet e tyre, futen në rafte, mbyllen mirë me çelësa, edhe nuk e shohin dritën deri në zgjedhjet e ardhshme. Mirë po, një pushtetar i sinqert, i drejtë, dashamir i vendit dhe popullit të tij, ai jo vetëm premtime që i ka dhënë, i realizon, por mundohet edhe atë që s'e ka premtuar me realizu. Pse? Sepse ai duke u nis nga kapacitetet e kufizuar që i ka, edhe rrethonat objektive që mund me qenë pengesë, del me pak premtime. Realisht del me premtime që 100% ka mundësi me realizu. E në momentin që njeriu është i sinqert, është dashamir, është i devotshëm, është i ndershëm, është i moralshëm, është i paanshëm, është punëtor, është burnor,
sigurisht se ai e realizon këtë atë që ka premtu. Se përndryshe nuk i takon një pushtetarit mos me kon burr. E burr është ai që kur e jep llafin i rinë mbas. E fatkeqësisht rrallë mund është me gjetë burra të tillë, që dalin me premtime caktuar, të pakta, mirë po ato me një shpejtësi shumë të madhe i realizojnë dhe pastaj mundohen që edhe shumë tjera që si kanë premtu mi realizu. Pse? Sepse ata e kanë frikë përgjegjësinë e amanetit, ata e kanë kuptu amanetin me përgjegjësinë më të lartë mundshme, ata e duan popullin e vet, ata e duan vendin e vet dhe dojnë jo vetëm populli, po edhe ai që jeton në mesin atij popullit, të jeton në kushte të mira, të volitshme dhe komode e luksoze. Edhe këtu kur flet Allahu Dhu Xhelal për popullin Themud, e përmend se ata me mirësi që va kishte dhënë Zoti, me ato të mira në vendin ku ata jetonin atë kohë, dhe me diturinë që kishin, va kishte dhënë mundësinë e ndërtimit të vendit ku ata jetonin, e zhvillimit të atij vendit. Edhe projektet e zhvillimit dhe ndërtimit i shoqëronin ata vazhdimisht, saqë u përmend termi istimar, kontribut, angazhim, me zell, me vullnet, me entuziazëm, me sakrificë për ta zhvilluar atë vend. Thot Allahu Dhu Xhelal në surën Hud ajeti 61, qala ya qaum u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. O popull, adhuroni Allahun. Veç ti, Zot, hyni që meriton adhurim nuk keni. Kjo është pjesa e parë për të cilën kemi fol dhe do flasim vazhdimisht, sepse rëndësia e kësaj fjalie është e vazhdueshme dhe është thelbësore në fenë islame. Mirë pa e që duam të flasim sonte është pjesa e dytë. Hua anshaakum min al-ardi. Allahu është ai që ju krijoi juve nga toka, nga dheu. E dim gjithna, Ademi a.s. u kriju nga dheu, nga barta, dhe kemi fol për fazat e krijimit e tij, kur kemi fol për Ademin a.s. Hua anshaakum min al-ardi, ai Allahu ju krijoi juve prej dheu, prej toke. Wasta'marakum fiha, dhe u dha në dispozicion tokën, rruzën toksor, që ju ta mbushni me ndërtime, që ju të ndërtonin të objekte të rëndësishme për ju. Edhe besoj që kur e lexojmë këtë ajet kuranor, duhet ta kthejmë filmin mbrapa, çdo kush në vendin e vet. Edhe ta shef si ka qenë e si është bërë. Në shekullin e fundin e shekullit 19 dhe shekullin 20 kemi na mjaft incizime filmike me gjithse janë bardhëzi që tregojnë si kanë qenë qytetet tona në atë kohë. Fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20. Edhe gjithna kur i shohim ato pamje të vendbanimeve tona, qoftë të fshatrave tona, qoftë të qyteteve tona, qoftë të pikave turistike në atë kohë që kanë qenë, qoftë të çarshijave tona, normalisht na kap një nostalgji, edhe e shohim pastaj dallimin e madh mes atyre që kanë jetuar në atë kohë dhe neve që kemi jetuar në këtë kohë. Dhe fjala istimar, ndërtim e zhvillim, e kemi pa na vetëm këta shekujt e fundit, e mos flasim na për këtë kohë që flet Allahu Dhu Xhelal para 10.000 viteve, se dha ato i kemi pa pastaj, po i kemi pa si gërmadha historike të braktisuna në vendet e ndryshme, në për qytetet e ndryshme. Andaj kalat e shumta që janë në për qytetet e Ballkanit dëshmojnë për lashësinë e qytetërimeve dhe civilizimeve që kanë jetuar në këto vende. Po gjithashtu qytetet e shumta të mbuluara në gërmadhat, edhe në plurin e Haresës, edhe në zallin, rërën e Shkëtirës, edhe ato janë të shumta. Vazhdimisht zbulohen. Para disa ditëve ishte lajm senzacional se në Spanjë, në Andaluzinë asaj kohe,
duke përdorur skenerët më të ri që bëjnë skenimin e nën tokës, kanë gjetë krejt një qytet të plot i mbulum me dhejat, i pas mbulum deri tash. Me shtëpijat e veta, me oborët e veta, me rrugët e veta, me gjithë institucionet e rëndësishme që ka pasur qytet. Dhe kishin fut si pjesë e veprimit arkeologjik që vitin 2026 fillojnë me gërmime ta zbulojnë këtë atë qytet i cili sipas incizimeve që kanë marrë nga ai skener i madh dhe i zhvilluar e kanë pasur është qytet i plot, si ka qenë në atë kohë, është mbulu për t'u harru. Në atë kohë kanë qenë luftimet mes muslimanëve dhe krishterëve që kanë tentuar vazhdimisht ta marrin Andaluzin nga sudimi i muslimanëve. Ata s'kanë menduar se sa të rëndësishme janë ato pallate, ato xhamia, ato hamame, ato imarete, ato kalaja, ato ura, ato rrugë, ato kanalizime, ato ujësjelësa që kanë ndërtu civilizimi islam në Andaluzinë në atë kohë. Ata se kanë menduar këtë gjë. E vetëm gjë që ka shku në element është hupjen e gjurmët e muslimanëve nga ky vend që mos i shkojë mendja askujt më vonë se këtu ka pas musliman. Mirë po, të ardhmen, e këtë është porosi mendoj se ja vlen me ndëgju me vëmendje dhe me pas parasysh. Të ardhmen e një populli dhe një vendi nuk e cakton forca okupatore që ka në ato momente forcë marramense. Të ardhmen e një popullit dhe pozicionin e tij e cakton vetë ai popull. A don që të reziston turisnit, presionet, torturat, maltratimet, masakrat, genocidet, e të ketë vullnet për t'jetu, apo dorëzohet edhe nënshtrohet, edhe e pranon se fati i tij ishte kaq dhe ma tutje s'ka jetë për te. Muslimanët në Andaluzinë atë kohë, nga lufta vllavrase që kishin mes vete principatat, alhamdulillah, nga luftat vllavrase që kishin principatat mes vete, kishin humbë shpresë se kanë mundësi me majt ata Andaluzinë, ose me i majt gjallë kujtimet për ato qytete shumë të bukura, shumë të zhvillume, shumë të përparume, që kishin ndërtu muslimanët në Spanjë, në Andaluzi. Me lezu përshkrimin e Andaluzisë në atë kohë, prej përshkruesve, historianëve, musliman dhe jo musliman, habiteni se çfarë niveli të zhvillimit qytetërues dhe civilizues ka qenë Spanja dhe Andaluzia. Mirë po, sikur se e dim, askush nuk ka mundësi me apo damin vetës se sa njeriu vetës. Askush. Edhe muslimanët e humbën shpresën, e jo muslimanët nuk ishin mëshirë, i dëbuan, e ata që metën i shfarosën, por gjurmët që i kishin ndërtu mbetën. E njëjta ndodh vllaznia dhe sot. Shumica prej nesh mendon se puna e Palestinës në këto rrethana gjeopolitike dhe gjeostrategjike, kur llogarit e forcave, për llogaritja e forcave mes muslimanëve si umet dhe civilizimit perëndimor, si logjistik e shtetit sionist, janë të pabarabarta, janë shumë qartësisht të pabarabarta. Dhe shumë musliman që nuk e lexojnë Kur'anin, edhe nuk e lexojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata mendojnë se kjo është faza e fundit e ballafaqimit dhe se pas kësaj faze s'do ketë më mundësi me mbet palestinez në Palestinë. Këto ndjenja i kanë shoqëruar muslimanët e umetit islam edhe në 1948. Atëherë kur premtimi i Balfourit, ministrit britanez, për t'ia dhënë tokën e Palestinës sionistëve për ndërtu shtetin e tyre, ka qenë habi për muslimanët, shpresë e madhe për sionistat, dhe ata kanë menduar se me përkrahjen e madhe që kanë për Britanisë, kjo punë shumë shpejt ka me përfunduar. Për 1947 që është dhënë premtimi, 1948 që është ndërtu për herë të parë shteti sionist,
e tash 2025. Do thot përafërsisht 78 vjet. Jo që ata nuk kanë arrit qëllimin e vet. Mirë po, askush prej tyre nuk ka mundësi me garantu se shteti i tyre me gjithë këtë zhvillim ushtarak, shkencor, politik, geopolitik, përkrahje globale që e ka, askush prej tyre nuk mundet me garantu se e ardhmja është e sigurt për sionistat. Kurse lexoj edhe shifri deklaratat e muslimanëve të Gazës, burra dhe gra, pleq dhe tri, edhe fëmijë. Ata thojnë, nuk është më rëndësi kush për neve mbetet gjallë. Më rëndësia është se shpirti i rezistencës kur nuk fiket e na. Se na, deri te i fundit kena me luftu. Deri te i fundit kena me sakrifiku. Deri te i fundit kena me luftu. Dhe s'kena mu dorëzu. E një popull që ka kësi lloj entuziazmi, kësi lloj energjie, kësi lloj vullneti, nuk ka mundësi më poshtë. Zatën 2 vjet plota, 7 tetor 2023 dhe 9 tetor 2025, 2 vjet e 2 dit, luftime më të egra që kanë ekzistuar në shekull 21, bombardime më të rënda që kanë ekzistuar në shekull 21, armatim më i madh, më i sofistikuar që është përdor shekull 21, megjithatë nuk e zmbrapsën atë popull nga dëshira për një jetë të lirë, nga dashuria për vatanin e tyre, nga imani i tyre se Allahu nëse është me ta, këtë bota nëse bëhet kundër, ata nuk kanë mundësi me imposhtë. Janë shembull i gjallë i asaj që na kemi lexuar në histori islame. Shembull që na duhet me lexu e me shiku ata dhe me u tërpnu nga vetja jonë. Mu tërpnu nga mungesa e vullnetit, entuziazmit, sakrificës, nga punët e vogla me të cilat merremi na, nga mungesa e planeve, projekteve, aktiviteteve me të cilat na e shërbejmë fenë Allahut, pastaj e shërbejmë popullin tonë. Me kuptu se dunjoja të mashtron, me kuptu se shpresa e gjatë që kemi jetu edhe 50 vjet, edhe 60 vjet, edhe 70 vjet të mashtron, me kuptu se grumbullimi i pasurisë dhe rregullimi i statutit ekonomik nuk duhet me qenë i vetmi qëllimi i jetës sonë, me kuptu se shumë herë nëse bashkë bëjmë punë, secili nga kandi i vet, edhe nëse janë të vogla, kur bëjmë na gjithë punë, atëherë ato bëhen të mëdha. Andaj kjo puna e ndërtimit të vendeve dhe e ardhmja e një popullit pranvaret nga vetë ai popull. Ai e përcakton fatin e tij të ardhmen, nëse i shef ligjet e Zotit dhe vepron sipas tyre, dhe pastaj e ka vullnetin, entuziazmin e sakrificës, e rezistencës, e luftës dhe mosdorëzimit. Edhe gjithkohë në historinë e njerëzimit kështu ka ndodhur. Jo vetëm të muslimanët që janë lidhur me Allahun, por edhe të jo muslimanët që luftojnë për kauza të drejta. Edhe ata kanë fitu, edhe ata kanë triumfu, ani pse me forcat mëdha në ballafaqu. E kjo është rregull o vllazëri që na duhet me mësu, edhe kur prej kokës nuk duhet me nxjerr. Na shqiptarët për shembull, do isha me fol për këtë pikë pak më vonë, mirë po s'prish punën se përmendi edhe tash. Edhe na shqiptarët kohën e prandurisë osmane, kur na e kemi llogaritë si aleat strategjik në zhvillimin ton si popull, dhe kemi shfizu administratën e atij shtetit edhe për me kontribu në menaxhimin e atij shtetit të madh asaj perandorie, po edhe me përfitue për interesat tona kombëtare. Shtrirja jonë gjeografike ka qenë deri në thellësi të Serbisë së sotme. Leskovci, Nishi e shumë vende tjera, deri në lidhjen e Prizrenit 1878 kanë qenë toka shqiptare. Në momentin që perandoria osmane dobësohet, edhe fillon me tërheq fuqinë e tij ushtarake nga ato vende, fillojnë masakrat, fillojnë dhuna sistematike, terrori ndaj shqiptarëve nga gjandarmeria serbe në atë kohë, edhe dal nga dal krijojnë kushte të pavolitshme për jetesën në ato vende. E shqiptarët fillojnë
mu i largu për aty në vendeve. Pse? Se ja djekshin shpinë, ja vjedhshin mallin, shkëshin edhe e burgoshin se lipshin armatimin ku e ka. Me lloj-lloj torturash edhe skenarësh i dëbun. Edhe për herë të parë të shqiptarët u paraqit emri muhaxhir. Muhaxhirët si mbi emën i shumë njerëzve, muhaxhiri, ose i lagjeve që janë Prishtinë, e Ngjilan, e këtu në Shkup, ajo që njihet si Mazhir Mahalla e muhaxhirëve, janë mahallat e shqiptarëve të parë që i kanë dëbu për atyre vendeve nga thellësia e Serbisë, dhe ata për ta mbrojtur jetën e vet, pasurinë e vet, derën e vet, fenë e vet, kanë ardhur dhe kanë emigruar në vendet tona shqiptare dhe i kanë ndërtuar këto lagje të reja, lagjet e muhaxhirëve. Edhe një shqiptar sot, i cili në vend se të merret me studime, edhe analiza, edhe kontribut për ta rimëkam kambin e vet, popullin e vet, që jo vetëm të mbron të territore që i ka, për të ketë aspirata që t'i kthen edhe ato që i ka pas. Sot na, argat e shejtanit, punën e parë që e bëjnë një pjesë e asaj që quhen analist, gazetar, e disa profesorët universitar, e funksionar, punën e parë që kanë marrë përsipër është ta luftojnë Islamin. Duke menduar se me luftën e tyre ndaj Islamit, ata kanë me mbrojt qetësimin e shqiptarëve, ose kanë me ndihmue moshumin e këtyre territorëve që kanë shqiptarët sot. Realisht, po të kishin qenë pak më të sinqert, edhe pak më të mençur, ata do e kuptonin se ashtu sikur në të kalumen, ashtu edhe sot Islami është i vetmi faktor i sigurt i cili e ndihmon popullin shqiptar që edhe me met popull i madh, edhe popull i shëndetshëm, edhe popull i guximshëm. Krejt ideologji tjera që asjellin popullin shqiptar dhe ja imponojnë atij, nuk e bëjnë as më shumë në numër, nuk e bëjnë as më të shëndetshëm si popull, e aq më pak e bëjnë të guximshëm. LGBT agendat, edhe ato pak meshkuj që kanë met vahupin burnin e mashkullin. E mos flasim domethënë për gjëra tjera që gjithsesi e ulin sasinë e martesave, e ulin sasinë e fëmijëve, e ulin nivelin e shëndetit fizik tek populli jonë, edhe gjithsesi e ulin edhe numrin apo zhvillimin demografik. Dhe për këto arsye, termi përdori Istamara Kunfia ju dha mundësi që ta zhvillojnë atë vend, i ka këtë të kuptime që na tentuam me i përmend me këtë përshkrim historik nga disa vende të rëndësishme të botës islame. Pra Allahu, i cili e krijoi njeriu nga dheu, ai i dha njeriu kapacitete, resurse, aftësi, që krejt ato që i ka në disponim të shfryzon për t'ia letu jetën vetvetes. Dhe ata, me këtë dituri dhe shkencë, i bën ato pallate, ato shtëpia, ato kopshte, ato gjelbrime, ato të mbjellura, ato të koruna, atë zhvillim qytetërues, ekonomik, politik e kështu me radhë. Këtë kjo, për me kuptu ata, si që është me rëndësi me kuptu edhe na sot, se këtë çka kemi prej të mirave, i kemi për Allahut. Ashtu si që tha Allahu i madhishëm, fema bikum min ni'matin fa min Allah. Këtë mira që i keni, dijeni se për Allahut i keni. Vaj për ne, nëse këtë fakt e harrojmë. Vaj për ne nëse na mendojmë se na ishim të ditshëm, na ishim të aftë, na kishim fuqi, na kishim mundësi, edhe na e banëm. Jo. Këtë që kemi, për Allahut e kemi. Andaj fillon, vazhdon e mbaron me ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj tha, ai juve ju krijoi nga dheu dhe ai ju dha mundësinë e zhvillimit të jetës në të. Për të qenë falëndërues dhe Allahut subhanahu wa taala dhe mirënjohës dhe për të shfryzuar këtë të dhunti, shifni edhe këtë element është me rëndësi me nënvizu. Që këtë të mira që na i kemi, të cilat na kanë dhënë nga Zoti, megjithëse na i kemi zhvilluar me kapacitetet tona psikofizike, intelektuale, ekonomike,
Po gjitha ato kapacitete Allahu na i ka dhënë. E tash kur na e zhvillojmë vendin ton, kur na bëjmë pasuri, kur na bëjmë shtet të madh, kur na bëjmë qytetërim e civilizim, çdo herë duhet me na shoqëru në kokën ton, në zemrën ton, se këtë i kemi për Allahut. Edhe këtë mirësi që na i kemi arrit t'i konkretizojmë, duhet me shvizue për me adhuru Allahun. Shifne, thash me nënvizu këtë pjesë pëse, se e kemi pa nga historia e kaluar, edhe ajo reale tash e tanishme, se shumë perandori, momentin që kanë arrit banë fuqi botnore, ata në vend se me shtu falëndrimin dhe Allahut dhe adhurimin dhe ti, ata kanë marrë guximin me luftu me madhin e ti subhanahu wa ta'ala. Me llogarit vetës janë të fuqishëm, janë të ashpër, janë aq të fortë, sa që as Zoti s'ka mundësi me nalë punën që bëjnë ata. Kjo arrogancë, kjo mendjemadhësi, ishte ajo që e shkatroi popujt e mëhershëm. Dhe ka me qenë, me lejen e Allahut dhe ndihmën e tij, me kaderin e tij, shkak për mi shkatru edhe tash këto perandori. Padyshim. Nuk dyshim në as pak se kështu ka me ndodhë edhe me këta perandori, sidomos ato që këto të mira që i kanë, i shfrytëzojnë për me luftu Zotin. E me i dalë kashis Zotit, e me rivalizu Zotin, e me tregu arrogancë ndaj Zotit. E kushdo që e çon kokën lart, edhe shtyhet me Zotin, gjithsesi Allahu ka me shkatru atë dhe ka me mposhtë dhe s'ka me dhënë hapësirë për shpëtim në asnjë gjë. E tani, termi istimar, që në Kur'an e ka kuptimin e zhvillimit e ndërtimit, në shekullin 19, në lindjen e mesme, paraqitet një përkthim i këtij termi që quhet kolonializim. Dhe në gjuhën arabe përdoret fjala istimar, e në gjuhën shqipe përdoret termi kolonializim. Dhe e ka përkthy termi kolonializim në gjuhën arabe si istimar, sikurse ka ndeshtë mi thonë popujve të lindjes së mesme, ne, shtetit e perëndimit, kemi ardhur me ju zhvillu juve. Kemi ardhur me ju ndihmu juve. Kemi ardhur me ju pru juve shkollim, infrastruktur, spitale, shkolla, përparim, civilizim e kështu me radhë. Andaj, anglezët, kolonialista të Indis e një pjesë të lindjes mesme dhe Afrikës Veriore. Francesët, njëjtë, kolonialistat të Afrikës Veriore të lindjes mesme. Holandesët, njëjtë, belgët, njëjtë, shpanjollët, njëjtë, portugalezët, njëjtë, italianët e kishin koloni Libin, sikur se dini rastin me Omer Mukhtarin. Gjermanët, amerikanët, tashmë në fund edhe sionistët që okupojnë tokat palestineze. Këtë këto vinë për vendeve të veta, edhe thëjnë na kemi ardhur me ju ndihmu, na kemi ardhur me ju zhvillu, na kemi ardhur me ju përparu, se ju vetë nuk po dini. Ju nuk keni mundësi vetë me u zhvillu, e na ju ndihmojmë. Çka na ndihmoni ju neve? I bini ushtrit e juve, e bini administratën e juve, e na punojmë, e ju na sondoni. Të mira që na ka dhënë Zoti, i nxjerrin pitoke, e ju i merrni çoni vendet tuaja, e neve na lini varfëni. Sikur se e dini, Afrika është për shteteve më të pazhvilluara, është për kontinenteve më të pazhvilluara në botë. Megjithëse Afrika është shteti më i pasur, kontinenti më i pasur në botë. Pasuritë që ka dhënë Zoti këtij kontinenti nuk i ka asnjë kontinent i botës. Mirë po, sikur se e dim gjithna, jeta e tyre është jeta më e vështirë, më mizore që ekziston në botë. Pse? Se këto shtetet kolonialiste që kanë ardhur në thojza me i zhvillu ato vende, i kanë marrë ata në kontroll, i kanë marrë në dekadencë, i kanë marrë në ignorancë, edhe va kanë marrë mirësitë e tyre edhe i kanë çuar vendet e veta. Nuk kemi shumë kohë me sharu, veç unë e du me u tregu diçka që e lexova dje dhe e përktheva dhe që ka të bën me një prej arsyeve pse bëhet lufta në Sudan, edhe pse ka tendencë me coptu edhe njerë Sudanin,
ashtu sikurse u coptu më herët me Sudanin Jugor. Folet për Darfurin. E keni nisi e mënket besoj, është një zonë e madhe Darfuri, për të cilin vend është quajt Darfur, shtëpia e furanëve. Fura, domethënë është një fis i madh që jeton në atë vend, bile një kohë të gjatë ka qenë sultanat islamik i Darfurit. Në periudhën e sulmit Osman, guvernatori i Darfurit, shifne, në atë kohë, ai kujdesej për Qabën. Ekonomikisht Darfuri e mante Mekën dhe Medinën në kohën e prandërisë osmane. Ju e dini se në atë kohë nga dishulli arabik, shtetet e gjirit arab nuk kanë zbuluar naftën. Edhe jeta në Arabin e sot ka qenë shumë e varfër. Ekonomikisht kanë qenë katastrofë. Edhe o e ka mojt India, muslimanët e Indis, Mekën e Medinës, o të Sudanit. Shive tash kësha ndryshimi. Ku është Saudia tash, ose gjiri arab përgjithësi, e ku janë muslimanët e Indis, ndesh Pakistanin, ndesh Bangladeshin, ndesh muslimanët e Indis sotme, e ku janë muslimanët e Afrikës. Andaj Abar Ali quhet një vend periferit Medinës, nëse i kujtohet, ka qenë haxhe në umre, aty është Mikati, Dhul Hulejfe, veshët ihrami, quhet Abar Ali. Ky vend e ka marrë emrin se do thot Abar Aliu ka qenë guvernatori, Ali ibn Dinari, ka qenë guvernatori i Darfurit në vitin 1898 dhe ai ka hap atë bunar në atë vend. Edhe ka met bunari i Aliut, se Abar ose bunarët e Aliut. Çka ka Darfuri, do mundona shkurtimisht veç me tregua. Darfuri e ka malin Marra. Çka ka në malin Marra? Mali Marra është një mal, vargmalësh për 165 km gjatësi, 65 deri 8 km gjerësi dhe deri, domethënë, 3000 metra për afërsi lartësi mbydetare. Në këtë mal i ki 4 stinët e vitit më një herë. Dikun e ki dimën, dikun e ki verë, dikun e ki pranverë, dikun e ki vjesht. Çka ka në këtë vend? Do thot, ky vend ka atë shumë zhivë merkur, sa që e kanë zbulu si lomë rrjedh zhiva merkuri. A gjithë në edhim dhe më nësa është e rëndësishme kjo lanë, kjo dzehe. Pastaj, do thot, është gropa e bakrit. Përmdo, është pasuri minerale e pa imaginushme. Thojnë 1953-ën, oficer britanik që kanë shku me hulumtu atje, kanë thonë sikur Britania e madhe të zotronte vetëm gropën e bakrit në Darfur, ajo do të vazhdonte të ishte një fuqi e madhe botnore për 500 vjet tjera. Sudani e ka, po s'është super fuqi botnore. Pse? Se nuk e eksploaton, nuk e përdor, se lanë me përdor të vete. Mali Amer ka uranium. Territorin e Darfurit ndodhet 10 miniera uraniumi me rezerva që arrin rreth 6 milion ton. Edhe na këtë dim tash sa është i rëndësishëm uraniumi. Pastaj nafta. Në tokën e Darfurit është interesant për studimeve gjeologjike, e kanë vërtetuar se aty 2 damar më të mëdha naftës kryqëzohen, bëhen X. Bashkë tokën e Darfurit. Domethënë ndesh gjatë shpo, ndesh majt shpo, naftë kimë dal. Ama aty nuk eksploatohet nafta. Pse? Se nuk e lën ata që kanë pas në koloni deri. Ujë, rezervuaret e mëdha në toksoret ujit. Ju e dini gjithë se ajo pjesë e Afrikës Veriore furnizohet me ujë nga lumi Nil. Edhe për problemeve më të mëdha gjeopolitike që kanë shtetet afrikane, Egjipti, Etiopia, e Sudani, është puna e Nilit, edhe eksploatimit të ujit të Nilit, edhe punës së digave që bëhen brenda lumit Nil, edhe dini problemin e fundit që kishte Egjipti me Etiopin, ishte më pak shok. Sudani aq ka ujë në toksor se që nëse thahet këtë lumi Nil, s'ka problem për ujë, se ka ujë sa dush. Ama Allah e ka lënë në tokë, se ka qitë për një tokë. Pse? Sepse në momentin që ka zullumqarë që thunën në tokë, Allahu e manë nër tokë. Momentin që largohen zullumqarët edhe merr populli i vendit me islam me mudheq, Allahu ja çet. Edhe i jep zhvillim edhe i jep përparim. Mali Amer dhe Ari. Ky mal i vogël në qendër të Darfurit përmban rreth 3000 ton ari. Zbulimi i këtij mali është bën vitin 2010 dhe për administrimin e tij u themelua Këshilli i Malit Amer,
i përbër nga 100 përfaqësues e fiseve dhe të qeverisë. Diamantet, mineralet edhe gurët e shmuara. Është një thesar natyror që përmban diamante, gurët e shmuar, metale të rralla, zink, argjend, bakër dhe ekur në përgjindje të larta, si dhe fragmente meteorësh. Pasuria blegtorale. Qifne këtë punë që na për shembull i kemi do mundësi me zhvilluar i kemi në mazore. Rajoni i Darfurit zotëron një pasuri të jashtëzakonshme blegtorale me numër baktish që të kalon 10 herë popullsinë vendase. Nuk ka vend e lop 10 fish më shumë se ka banor. Edhe andaj edhe sot e kësaj dite Sudani është eksportuesi më i madh i dhënëve për Arabinë Saudite. Këtë dhënë që therrën kurban për hax do të vi pi Sudanit. Pse ka 10 fishin, domthonë fondi i kafshë është 10 fish më i madh se banorët e vendit. Pyetje thjesht, Maqedonia sa banori ka? 1.800.000, zyrtarisht 1.700.000. Para shtot pyetja sa ka kafshë në Maqedoni? A risin disa qindra mija nuk arrisin. Milionë që s'ka shansa. E 5 milionë e 10 milionë s'ka shansa me konë. Në 10 fishin e banorët Sudanit pas ka kafsh më shumë edhe normalisht kjo jep forcë ekonomike ati shtetit. Edhe për këto arsye, do thot, Darfuri është interes në planin geopolitik dhe historik dhe ata mundohen vazhdimisht ta marrin nën kontrollin e vet. Fatkesisht, në luftën e fundit që bëhet në Darfur, në Sudan, ata vriten me zvete, shteti i Sudanit me ushtrinë e vet që bën ngushtet ushtarak Karshi Omer Beshiri që ishte dhe ai oficer ushtarak dhe sulmonte Sudanin 3 dekada përafërsisht, me një grup të cilin shteti sudanez njëjt e futi në bashkëpunim, forcat e ndërhyrjes shpejt u quajtën. Edhe bilem sot e shifsha një video ku para disa viteve Burhani, ky kryetari i ushtrisë, komandanti i ushtrisë, kryetari i shtetit Sudanit për momentin, është bashkë me këtë komandantin e opozitës, këtë rast forcave për ndërhyrje të shpejt, thotë se te na s'ka mundësi me ndodh luftë vllavrase, këtë jemi bashkë edhe këtë jemi një, edhe kur njerëz ka mendon Sudan, vllau me vrap vllaun e vet. Çka që kishte ngjath, sot është kundërshtari i tij, edhe është argat i forcave armiqësore të Sudanit dhe që janë në shërbim të agjendës sioniste. Një hoqë e bëjke një krahasim dhe e njëjta ndodhi me Muhammed Mursi rahmetullah alaihi. Ai ishte kryetari i Egjiptit dhe krahun e djathtë e kishte shefin e shtatmadhërisë së ushtrisë egjiptiane Abdel Fattah Sisi. Edhe kishin të garantë se ushtria ka me respektu vullnetin e popullit edhe qeverinë e re të Egjiptit. Mo i njëjti që rike në ka gjathë, rike i përurën e nuk bëjke zotë që themi na, i njëjti do thotë boni grushtet Muhammed Mursit rahmetullah alej, ja mori po shtetin e shtinin burg edhe vdishin burg. Allahu e pranofshi e llokun e tij inshallah. Vëllazni, domethënë kjo është lojë politike të kaluar edhe sot. Njerëzit, sidomos jo besimtarët, mendojnë se me forcë materiale kanë me mposhtë vërtetën. Edhe mundohen çdo kohë ku ka elemente të shtimit të forcës së tyre materiale me i kontrollu. Edhe mendoj se nëse ata kanë kontroll ndaj atyre pikave, kanë me pas kontroll edhe ndaj botës. Mirë po, ajo që Allah i madhëshëm ka thonë, dhe na shumë herë kemi sqaruar, sa që na as shumë e kemi lexuar dhe kemi sqaruar që jemi të bindur me bindje të paluhatshme. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Ata bëjnë kurtha. E Allahu va kthen kurthat e tyre, e kurthat e Allahut janë më të mira. Ne jemi të bindur se ata planifikojnë, kanë plane strategjike, afatgjate, afatmesme, gjëra që na, këto që i folim na, është ajo që kanë ndarë shesh. E sa ka informata tjera që alo janë në posirtare, sekretet, fshehura, në qendra të ndryshme analitike, një Allah e din. Mirë po, ketë ato kurthe, ketë ato sabotime, ketë ato komplote, ketë ato planifikime që i bëjnë kundër Islamit dhe muslimanëve, ata nuk mujnë mi realizu nëse Allah nuk jep leje. Edhe ata kanë mi realizu vetëm atër kur Allah jep leje dhe kur Allahu e din se realizimi atyre planeve, komploteve, kurtheve, sabotime tyre
kanë me qenë sebeb me i kthjellë muslimanët, me zgjupi gjumit muslimanët, me i vetëdisu muslimanët. Përndryshe, momentin që e shef se dami bot i madh për dinin imanin e tyre, apo janë pje kushtet me fitu muslimanët, Allahu ndërhyn me planet e tia, me kurthet e tia, dhe i zhbën e i zhduk ato planet dhe ato kurthet të armishve, inshallahu ta'ala. Pra, kjo puna e termit kolonializëm edhe istimar e jep edhe një porosi dhe me te po du mesos. Loja me terminologji. Ne muslimanët fatkesisht jemi shumë pavëmenshëm ndaj termeve edhe emërtimit të gjërave. Kurse bota i jep rëndësi jashtëzakonisht madhe. Ata zakonisht përdorin terme të bukura joshëse që mendja dhe logjika jote nuk e percepton si të keqe dhe të dëmshme. Megjithëse brenda vetes këtë helmosh, këtë shkatrimosh. Që themi na i kanë fjalët e buta, a veprimet e egra. E na muslimanët i kemi fjalët e egra, a veprimet e buta. E kështu që edhe na muslimanët duhet me pas shumë kujdes në terminologji që e përdorim gjatë komunikimit me tjerë. Edhe me përdorin terminologji cila normalisht fetarisht nuk është gabim, por edhe artikulimi në rrethana bashkëkohore është gjithashtu i kapshëm edhe i pritur pozitivisht. Edhe kjo është një prej mësimeve shumë të rëndësishme që duhet me marrë nasi xhallar fillimisht, pastaj edhe të gjithë aktivistat në shërbimin e Islamit, që janë të vëmendshëm ndaj terminologjisë. Çfarë termi përdorim kur flasim për davetin, kur flasim për xhihadin, kur flasim për zhvillimin politik në një vendit, kur flasim për zhvillimin ekonomik, për zhvillimin civilizues, qytetërues, shoqëror e kështu me radhë. Andaj edhe na muslimanët fatmirësisht e kemi një referencë shumë të madhe Kur'anin dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë vetë plot terme, argumente dhe fjalë të bukura që mund t'i marrim ato dhe në prizmën e tyre të nisim të komunikojmë me botën përgjithësi që ata ta kuptojnë qartë dhe mirë Islamin dhe ta pranojnë atë, megjithse sabotimet edhe lufta kundër Islamit është e egër dhe madhe, po fatmirësisht edhe numri atyre që pranojnë Islamin është i madh, sepse Islami ka këtë fuqi me depërtu të mendjet e shëndosha të njerëzve. Na me këtë sqarim përfundojmë te kjo pjesa e istimarit që inshallah taala në mësimin e ardhshëm vazhdojmë të flasim për devën, e cila ishte mrekullia e Salihut alayhis salam, gjëra që kanë bënë me te inshallah taala i vazhdojmë në desin e ardhshëm duke lutur Allahun të na jap ditë të bishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të këshilla dhe porosi. Allahu i madhëshëm na bashkoft në Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.